Në kuvendit të Kosovës, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pritur në takim konsultativ liderët e partive për të diskutuar për datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ky vendim i Osmanit, që erdhi pas dështimit për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, është mbështetur nga PDK, LDK dhe AAK, derisa në takim të parën e shtetit nuk morën pjesë lëvizja vetëvendosje. Pas takimit, kryetarët e partive shprehën gatishmëri për mbajtjen e zgjedhjeve kurdo që ato caktohen. Përgjithësia kryesore normalisht i bjen partisë fituese, partisë më të madhe, sepse ka mujt me dhënë vendit president, ne dim kaluamën çush ka shku, zgjedhja e presidentit historikisht Kosovë ka ndodhur me marrëveshje politike. Gjitha periudhat. Ne si Parti Demokratike e Kosovës kemi qenë mjaftueshëm konstruktive dhe të hapur dhe kemi bërë gjitha përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Mendoj që edhe adreshimin gjykatë kushtetuese është edhe jonë një fyrje në vete, një talje, një hajgare me proceset. Ata mas miri e din që afati 30 është i tillë dhe e kanë ditë me kohë dhe kanë bërë hajgare, ju keni pa mënyra si kanë thirrë shanca dje dhe sjellja e mateme nuk është rregull, pa është vërtet gabim për anës tyre. Ndërsa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka shkruar se zgjedhjet nuk kishin asnjëherë alternative preferuar e partisë që ai drejton, krejt të panevojshme dhe lehtësisht të shmangshme. Por siç ka theksuar ai, apetitet për kapjen një partijake të gjitha pozitave shtetërore parandaluan çdo kompromis eventual.